Bismillahirrahmanirrahim. Do të flasim për një program të cilin duhet ta vendos secili besimtar musliman agjërues gjatë muajit të Ramazanit për të përfituar maksimumin e këtij muaji në mënyrën më të mirë dhe më të duhur. Kemi disa pika e parë është ndjesia e jonë se më të vërtet jemi në Ramazan. Duhet të ndjejmë shpirtërisht se kemi hyrë Ramazan, kemi hyrë në raport me Zotin dhe kemi hyrë në një periudhë kohore ku veprimet tona në mënyrë shumë të imtë përcillen nga Allahu i lartë madhëruar dhe me to dalim para Allahu xhalleshanu. Dhe njeriu kur e ndjen obligimin e Zotit, sigurisht edhe e bën angazhimin më të mirë. Tjetra, të mundohemi që gjatë Ramazanit të qëndrojmë sa më shumë vetë, sepse vetmia në Ramazan nënkupton adhurimet, ibadetet mes neve dhe Zotit. Qoftë lexim Kur'ani, qoftë dhikr përmendja Allahut, qoftë çfarë do tjetër, por vetmia është e preferuar që njeriu ta kalon në Ramazan. Pra më mirë se do t'jetë kur e kalon në vetmi, se sa kur e kalon me dalje të shumta jashtë shtëpisë. Pika tjetër është Ramazani është një shans dhe mundësi që nuk përsëritet shpesh. Dhe nuk na jepet mundësia përveç se pas një viti. Andaj Ramazani është dhurata më e madhe që neve na ka dhënë Zoti. Dhe këtë dhurat me mundësi që i ka Ramazani, ne duhet mundohemi ta shfrytëzojmë maksimumin, sepse po e përsëris, ato që na ka mundësu Zoti si shans, si mundësi, ajo mund të mos na përsëritet, sepse nuk e dim a e arrim Ramazanin tjetër. Andaj t'i lëm të gjitha të tjerat dhe për një periudhë kohore të lidhemi plotësisht me Zotin. Pika numër tjetër ose 4 është vendose një program se si me e kalu kohën në Ramazan. Nëse nuk e vendos një program, ti po të siguroj që ka me të ikë koha. Nuk ke me pas mundësi me shfrytëzu kohën si duhet. Por ka nevojë që të vendosësh një program. Dhe ky program të jetë për shembull çish është koha e syfirit, koha e iftarit, namazet në xhami, do të shkoj në teravi, një pjesë do ta lexoj me Kur'an, një pjesë do ta vizitoj këtë, një pjesë do të bëj diçka tjetër. Pra mundohu pika të caktuara të vendosen në një program të veçantë, të cilin duhesh ta bësh në Ramazan. Ta bësh edhe për veten tënde, por ta bëni edhe si familje që ju të angazhoheni bashkarisht. Pika numër tjetër, pra 5, është mundohu që namazin ta falësh rregullisht nëse ke patur më herët probleme namazin. Dhe mundohu që namazin kur të jepet koha dhe mundësia me e falë në xhami me xhamat. Dhe namazin e taravive mos e le asnjëherë. Për shkak se namazi taravis është simbolika dhe hieshia e Ramazanit. Nëse nuk kemi namaz taravi, sigurisht dhe lezeti ose bukuria e Ramazanit nuk do të ishte pa të. Andaj mundohuni që namazin ta falni, nëse keni pas mungesë në faljet e namazit. Mundohuni që ta falni namazin në xhami dhe mundohuni gjithsesi që namazin e teravis asnjëherë mos me e lënë, sepse ndjeshmërinë më të madhe të bindjes për Ramazanin ne e ndjejmë duke e falë namazin e teravis. Pika numër 6, le të jetë familja dhe raportet familjare pjesë shumë e rëndësishme e këtij Ramazani. Mos lejo që me familjen tënde ti kesh ato zënkat, ato mosmarrveshjet ose
mos dash Zoti që ne edhe ndoshta të mos flasim me ta. Allahu i lartëmadhëruar qoftë edhe të namazi, qoftë edhe të zekati, edhe të agjërimi, edhe të haxhi, na ka kushtëzue pranimin i këtyne ibadeteve me raportet e mira me familje. Andaj të mundohemi që t'i vizitojmë, t'i presim të na vizitojnë, t'i ftojmë në iftare, të na vinë në iftare, edhe të mundohemi që të këmbejmë urimet e Ramazanit, këmbejmë mesazhet e Ramazanit, që të ndërrojmë edhe përshëndetjet tona, ndeja tona, qoftë edhe pas namazit të taravis me një periudhë të shkurtër, këtë pra me familjarët tanë, sepse është shumë pjesë e rëndësishme që të pranohet Ramazani dhe ibadetet e tjera të Zotit. Pika numër 7, adhurimet e përbashkëta në familje. Ti si babë dhe ti si non mundoheni që të organizoni diçka të përbashkët. Nëse dini të lexoni Kur'an, vendosni një hatme të përbashkët. Mundohuni që një periudhë, hajde të ulemi tash, të bëjmë dhikr Zotin, themi kanishën la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim dhe të tjera, edhe mundohuni ndonjë sadak, hajde për shembull, natyrisht ta merr iniciativën baba nona me një sumë më të madhe, por të themi hajde po e bëjmë një pimledhmi do pare, krejt edhe baba dhe nona dhe fmit, edhe pja japim dikujt, dhe më thonë sadakat e Ramazanit, këto kam vlerën e veçantë, ata të fmitët tanë do t'japin shumë më pak, por mundohuni që të aktivizohemi të gjithë pra në adhurime ibadetet të përbashkëta. Kur ta falim namazin e akshamit në shtëpi, ham iftarin, ejani të falimi të gjithë. Ta falim vaktin tjetër nëse nuk kemi dalë në xhami, por gjithsesi të mundohemi që adhurimet e përbashkëta në Ramazan të llojeve të ndryshme të jenë pjesë e familjes tonë. Pastaj, pika numër 8 dhe e fundit, mundohuni të lexoni Kur'an sa më shumë, sepse Ramazani është muaj i Kur'anit. Dhe leximi i Kur'anit në Ramazan ka një vlerë sa nuk dihet sa e ka, veç Zoti e din se sa i jep. Na e kemi theksuar edhe herave të tjera. Leximi i Kur'anit në Ramazan ka mundësi gjithkush prej neve të përfshihet në këtë sevap. E para, ata që din të lexojnë Kur'an dhe të lexojnë nga ajo që e din. Ata që nuk din të lexojnë në Kur'an musaf, ata le të lexojnë nga ajo që e din përmendësh. Shumica, ose them të gjithë ju dhe ne, elhamdulillahin, kul huvallahin, bile që to i din përmendësh. Atëherë bëne program 20 minuta, 30 minuta në dite, ti lexoj këto ti përsëriti. Sevapi i leximit të Kur'anit bëhet me shkronja. Një shkronjë dhe sevape. Edhe ti tash kur ai lexon në musaf që din, i merr dhe sevape që lexon nga musafi prej fillimit dhe deri në fund. Ky tjetri i lexon përmendsh dhe ky i merr dhe sevape për çdo shkronjë nga ajo që i din përmendsh, por e ka vendos me lexu poezom 30 minuta, 40 minuta, 1 orë në ditë Kur'an, edhe ky pra e merr sevapin e njëjtë. Nëse edhe kjo nuk ka mundësi, atëherë është mundësia e tretë që të ndëgjoni lexim Kur'anit, qoftë nga telefoni, nga programet që janë në televizion që e kanë Kur'anin në vazhdimsi lexim, apo nga gjithçka që mundeni, kryesisht ose lexoni nga musafi që dini me lexu, ju që nuk dini lexoni nga ajo përmendsh, ose edhe ndëgjoni Kur'an, por edhe të tre grupet ndëgjimin e Kur'anit nëse e bëjnë dietarët, kanë thënë se sevapi është i njëjtë, sikurse edhe me leximin. Këto pra le të jenë disa pika të veçanta, jashtë që dietarët kanë parapa dhe shumë të tjera, po këto 8 pika le të jenë kryesoret për këtë Ramazan, duke e lutur Allahun e madhëruar
që të na pranon agjërimin ton dhe përmes këtij programi ne ta kalojmë Ramazanin me shpërblimet dhe sevapet më të mëdha. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.